Na prom kemi pas një darkë përbashkë, komunitetet të ndryshme, me vazhdu punën edhe me formu grupit multietnik, qësh kemi pas në mandati e kaluar, mirë kemi kalu, e presim konstituimi e parlamentit, edhe votimi e qeveris, votimi e presidentit, qështë. Na votojmë qeveri e Kurti 3. Për neve shumë është rëndësishëm me votu parlamenti, pastaj me votu disa ratifikimi ndërkombëtar në parlament, me votu buxheti, pastaj shohim zgjedhja e presidentit. Na nuk jemi, komunitetit nuk janë për kushtet, na jemi për me qenë barabartë edhe për krijimi institucioneve, jo me stagnu institucioneve. Jo, na çka kemi qenë në mandati e kaluar të deputet, na kemi dakordu me bo një dreke dhe me fol për me vazhdu punën, e shofim në të armën qësh është situata, ama deri tash jemi 8 deputet edhe vazhdojmë si 8 deputet. Për Dudën Balën jo. Na si grup jemi 2 deputet prej komunitetit bosnjak, unë edhe Rasim Demiri, 2 deputet prej komunitetit turk, është tash deputetit e ri prej Mamushës, 1 deputet sërb, 1 deputet ashkalin, 1 deputet egjiptian, edhe 1 rom nga komunitetit nga Prizreni, edhe e vazhdojmë që kemi qenë deri tash bashkë, vazhdojmë në tutje. Secili politikani ka kalkulimet e veta ose synimet e veta, sikur që e thash. Ne e dim cila ka qenë kërkesa e Duda Balës, që ndoshta edhe ka qenë përtej mundësisë dhe të saj që të marrë atë që ka dëshiru, por mendoj edhe përtej mundësisë të qeverisë kushdo që e ka, që do ta kishte marrë atë qeveri, që ta ofroj atë. Dhe natyrisht që pastaj ka ftohje, mund të ketë ftohje në mes të grupeve apo edhe personave politik. Tash mund të jetë një mesazh për Duda Balën në kuptimin e asaj që në fund të ditës është në dorën e lëvizjes vetvendosje se me kënd bën partneritet apo me kënd dëshiron që të ecë proceset para, në qoftë se ka interes të ecë proceset para. Në fund të ditës është çështje e bashkëpunimit dhe Duda Balë thjesht duhet të synoj që të ofrohet në bashkëpunim, në qoftë se ka qëllimet e saj. Por që të kërkohet një komunë, për shembull, që të kërkohet një ministri me 1 vot është paksa e tepërt. Po e të u konë veç me dakordu, me qenë apet në grupit që kemi konë me një seriozitetit e plot për krejt komunitetit edhe me vazhdu me punën në parlamentit. Pastaj veç folim me kryeministri për qeveri.